Ndarja me bashkëshortin flet Enada Hoxha, dashuria e njerëzve më ka mbushur zemrën. Në një bisedë të sinqertë në një studio televizive, balerina dhe koreografia e njohur Enada Hoxha është ndalur në një nga temat më të thella, rëndësinë e punës dhe mbështetjen emocionale në momente të vështira. E pyetur nga moderatorja se sa e rëndësishme ka qenë puna për të në këtë periudhë, Enada shpreh me mirënjohje se angazhimi profesional ka qenë një burim force dhe stabiliteti. Shumë e rëndësishme dhe fal punës, çdo gjë po kalon më së miri. Jo vetëm unë mendoj, por mendoj që është një fakt që në këtë botë vim vetëm dhe largohemi vetëm. Duhet të jemi shumë falendërues dhe mirënjohës Zotit që na rrethon me njerëz që na duan fort, që na mbështesin, dhe unë kam në krah njerëz të jashtëzakonshëm, duke filluar nga njerëzit me të cilët jetoj, familjarët e mi, njerëz që pafund më shprehin dashuri çdo ditë. E kam zemrën plot.